një marrëveshje të nënshkruar. Glauku Njufca e tha para 2-3 ditësh që shkuarja në zgjedhje ose jo është pikërisht vullneti i opozitës. Kush e çon Kosovën në zgjedhje? Vullneti kujt është kjo? Është talje përbes me qytetarët edhe fatkeqësi që nga një ish kryetari i kuvendit, zëvendës kryeministër, ministër e punëve të jashtme, një figurë cilën e përdor Albin Kurti në vazhdimsi për të largu përgjegjësinë prej tij, edhe ai si zakonisht del dhe mundohet me bë shfaqësime, me bë në mënyrë pak më të edukuar, të kulturuar fajsimin ndaj të tjerëve, por nëse ti ki 67 vota, edhe PDK-ja i ka 22 vota, qysh më është me fajsu PDK-n? Ose subjekte tjera politike, cilat kanë edhe ma pak, 15-6 deputet. Është absurde kjo. Ti po thu, hajde, do më thonë, aty është kriju një autoritarizëm, dhe ata po mendojnë që autoritarizmën e kriju në parti, edhe në qeveri, edhe ku e kanë bëu këta, duhet me kalu edhe në subjekte tjera politike, edhe në atë mënyrë, na me vendosë në bazë dëshirave, vullnetit, edhe kërkesave tyne. Se ai nënshtrohet Albin Kurtit, edhe me servilizëm, edhe me kretë qenjen e tina, nuk kom qenë pjesë e lëvizjeve, nuk kom pranu me ju nënshtru. Sa është servili Kurtit? Absolutisht, do të thonë është një autoparlant, kur ai ka nevojë që delja dhe është përfaqë që ai është kandidat aktualisht për president, edhe po thotë, unë tërhiqem nëse e dim kush është figura konsensuale. Leta dim, leta propozojnë, unë nuk kam ambicje me patjetër të bëhem president. Edhe pse ai e tha që partitë opozitare e donin për krye parlamentar, pse tash nuk e duan për president. Për krye parlamentar, ja ka jep mundësinë votuesi për shkak që ka pas shumicën e votave. Unë as nuk e du, as nuk e kom dashur, as s'do ta du në herë, as për krye parlamentar, as për ministër të jashtëm, as për president, as për njëun e pozitave. Ato ja ka jep votuesi, edhe na duhet me respektu atë pjesë. Po, ai po do të tërhiqem nga gara për president nëse e dim kush është figura konsensuale. Po, ai është një kukull që vendoset, kur duhet me u tërhiqet, kur duhet me u propozohet, i ka mbet edhe u habita pse nuk e emri tina për antar gjykatës kushtetuese. Të gjitha pozitat e delegojnë si një person ku përmes tina negociojnë, shantazhojnë, kërcënojnë, bajnë domethënë këto edhe brenda subjektit politik, edhe në institucione, edhe kudo që është. Po them tashmë kemi një çështje, jo vetë çështje, po realisht Kosova është në autoritarizëm, se cili institucion kontrollohet prej një personi. Edhe dirigjohen prej aty, nuk ka, domethënë, a do të zgjas ky edhe për një kohë, apo deri në zgjedhjet dhe populli qytetarët vendosin ndryshe, mbetet me u pa, nëse po vetvendosja se i kam në vazhdimsi edhe palën tjetër këtu në tavolinë, edhe i pyes për këto pretendime, këto akuza, këto kritika që i keni. Ata thonë, nëse do të ishim autoritarës, do të kërkonim takime, do të tërhiqeshim për të afru tek opozita, ta tregojnë kush është kandidati dhe ne të arrim marrëveshje. Tash, autoritarizmi nuk është një objekt që merret edhe vendoset. Absolutisht që janë praktika cilat përmes angazhimeve, përmes manipulimeve, përmes propagandës, arrijen kopja institucioneve edhe kopja e pozitave ku tashme, unë po them që secili pozit kyçe dirigjohet prej kryeministrit edhe prej lëvizjes vendosje. Deshtëm apo nuk deshtëm. Edhe qasja tyne, edhe në kuvend, edhe në qeveri, edhe në ministri, edhe tashmë në presidencë, është qasje autoritare. Nuk mund është ti as me diskutu, në kuvend mohohet fjala. Ti flet jep kritika, ose dush me fol me lavdu Albin Kurtin edhe lëvizjen vendosjen nëse don me përfundu fjalimin, ose po i dhan një